Ndalen pikërisht tek kompensimi i TVSH-s në bujqësi nga 2026 që do të jetë 10% për fermerët. Por çfarë ndodhi konkretisht? Unë do të jem në studio së bashku me ekspertin ekonomist zotin Fatos Hoxholi, cilin e përshëndes. Përshëndetje Kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën normal. Është momenti që të njihemi me materialin së bashku me qytetarët dhe më pas do të diskutojmë në studio. Bëhet fjalë pikërisht për një kompensim të TVSH-s në bujqësi që nuk do të jetë më 0%, por që nga viti i ardhshëm do të rritet me 10%. Ndjekim materialin dhe komentojmë në studio. Brenda paketës fiskale për vitin 2026 do të jetë edhe rishikimi i ligjit të tatimit mbi vlerën e shtuar me fokus korrigjimin e skemës së rimbursimit në bujqësi. Ministria e Financave ka parashikuar që fermerit të kompensohet me një normë prej 10% të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 0% që është aktualisht kjo normë. Kompensimi prej 10% sipas Ministrisë së Financave do të jepet direkt në llogarinë e fermerit dhe kostoja në një vit parashikohet të arrijë në rreth 15 milion euro. Këto ndryshime ligjore, të cilat ende nuk janë detajuar përmes një projekt ligji, synojnë të ulin kostot për fermerët dhe t'i bëjnë produktet e tyre edhe më konkurruese në treg e të mos u mbetën stok. Me ndryshimet ligjore të ligjit të tatimit mbi vlerën e shtuar në 2018-2019, u vendos që TVSH-ja në bujqësi të jetë 0%. Në këtë rast, grumbulluesit, tregtarët apo kompanit nuk kanë asnjë interes për të blerë prodhimin vendas, duke lëshuar faturë me TVSH pasi nuk e rimbursojnë dot atë. Në variantin më të mirë, nëse e blejnë janë të detyruar që 20% ta ngarkojnë mbi çmim e përpasoj produkti final për konsumatorët del më i shtrenjtë. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se prodhimi i qumshtit dhe i nën produkteve të tjera pësoi rënë një vjet, situatë që vijon edhe për gjatë këtij viti. Shifrat zyrtare tregojnë se në vitet e fundit importi i produkteve të bulmetit dhe mishit është rritur shpejt. Nga viti 2020 deri në fund të vitit 2024, sipas përllogaritjeve janë blerë nga jashtë 300 milionë euro bulmet dhe 383 milionë euro produkte mishi dhe të brendshmet e tij. Mbetet për të parë se sa efektive do të jetë skema e propozuar, duke qenë se edhe varianti i aplikuar më parë prej 6% TVSH nuk solli rezultatet e pritshme. Hoxholi, efektive me sa duket. Po, duhet t'i japim Cezarit atë që është e tjerë në nivel të logjikës ekonomike i dashur normal. Çfarë është kjo? Është folur për 5 vite rresht, që nga viti 2018 kur ishte shumë i saktë referenca nëpërmjet insertit që juve dhatë, u hoq TVSH-ja. Ishte harakiri. Ne ekonomistët i quajmë harakiri, vetvrasje e bujqësisë, sidomos e blegtërisë sonë. Dhe me shumë të drejtë inserti në fund pikërisht tha atë që ishte dëmi kryesor, pra ra prodhimi i qumshit. Nuk ishin më të motivuar fermerët të mbashtonin baktin, të rrisnin numrin e krerëve në mënyrë që të rrisnin prodhimin e qumshit. Për një shkak shumë të thjeshtë, rimbursimi e motivon fermerin, e motivon dhe atë që ja mbledh qumshtin që është përpunuesi bujqësor. Pak të motivim, çfarë ndolli? Në ra për 5 vjet prodhimi i qumshit me 40%, është një rënje drastike. Dhe prandaj, pikërisht, prandaj edhe inserti tha me të drejtë mbi 300 milion euro, kemi importuar çfarë? Kemi importuar plur qumshi, kemi importuar qumësht nga vendet ndryshme, sidomos nga Serbia, sepse çmimi atje për shkak se është një treg i madh, tregu më i madh në Ballkanin Perëndimor, është më i ulët. Pra, kjo nuk do të vërtetohej si gjendje në rast se do të kishim vijuar ta mbanim TVSH-n. TVSH-ja kur u hoq me idenë se ka shumë manipulime dhe nuk arrihet dot si thua të jepet pranë arkës së buxhetit të shtetit. Po, duhet të qenë 6% a diçka të tillë më herët. Ka qenë 6% dhe akuza kryesore, po. Pra ishte thika e brutit, si thua, ishte fakti që kishte informalitet të lartë. Ka abuzime dhe do të vijojë të ketë. Por këto do të ulen për 2 arsye shumë të thjeshta. Çfarë? E para, fermeri, gjën e parë që do mendoj tani është të bëhet i dukshëm nga syri i shtetit, të regjistrohet me NIP-in e fermerit që nuk i kushton fare për ta regjistruar. Për të qenë pse? Sepse me atë NIP merr rimbursimin. Pra, është një llogaritje shumë e thjeshtë. Në rast se një fermer sot prodhon qumësh me një vlerë në treg, me çmimin që është sot, le të themi 300.000 lekë të vjetra, dhe deri tani s'kishte asnjë incentiv, brenda muajit ose brenda javës, këto 300.000 lekë ati i bëjnë 330.000 në mënyrë automatike. Pse? Sepse i lindet drejta e 10% që të rimbursim. Pra në momentin kur ky fermer me faturë
mekanizmi në bujqësi për fermerët e vegjël funksionon në këtë mënyrë, Ermal. Është autofaturim quhet. Pra, prodhuesi i jep një faturë që quhet autofaturim fermerit në momentin kur i dorëzon këto 300 litra qumësht. Dhe në atë moment fermeri ka interes. Pse? Sepse në momentin që rimbursohet në atë faturë, ai e paraqet faturën dhe automatikisht në numrin e tij të bankar, sepse do ketë llogari sepse do jetë person fizik, ka niptin e vet. Por do i vlej në aspektin ekonomik kjo çështje, se nëse do paguar sërish. Domethënë do shikojmë që fermerët e tjerë që janë në sytë e shtetit dhe nuk ka kosto, do të jenë më shumë, do jenë ndoshta 150.000 fermerë të regjistruar me NIP. Ata që mbarshtojnë sot baktit, dhe jam shumica e fermerëve tonë që e kanë një lopë, e kanë 50 apo 100 krerë dhënë edhe dhi për të prodhuar qumshin. Në këtë kuptim mund të them që është masë e domosdoshme. Ne i kemi bërë harakiri vetes në këto 5 vite për bujqësinë në radhë parë për produktin elektoral. Kështu që e përshëndes totalisht, unë do isha i kënaqur të them drejtën me shumë sinqeritet, 20% të ishte, sepse incentiva do ishte akoma dhe më tepër, po këto 15 milion euro që tha me të drejtin Serdi, sepse aq llogaritet rimbursimi për këtë periudhë mund të jetë më shumë dhe uroj të jetë më shumë. Dakord, do bëhet 20 milion, por ama ki parasysh që 10 herë më shumë shtohet prodhimi i qumshit. Ajo na duhet neve, të rrisim prodhimin e qumshit vendas. Pse? Mbajmë njerëzit në punë, pse? Japim më shumë të ardhura ke fermerët tanë, pse? Qumshi jon të marrë të keqen në kuptimin është shumë cilësor. Çat ham neve me prodhimet që nga njerë janë me 30% qumësh plur, që nuk dim se ku e ka origjinën. Jam shumë dakord, po të dish sa vuajnë ata prodhues konkret që e bëjnë. Ata vuajnë, por apa nuk kam patur këtë. Kjo quhet lev Arkimedi, dashur, në ekonomi. Çfarë do të thotë lev Arkimedi? Që të bëj menjëherë shumë të interesuar, jo vetëm bujkun në këtë rast, jo vetëm blektorin, por edhe grumbullusin. Sepse deri tani grumbullusi që duhej ato cop letër. Ishte informal, ja merrte ato edhe as kishte nevojë fare të nxirrte një, sepse edhe ai në momentin që e blen një produkt i lindet drejta e rimbursimit. Një lloj si në shitje fermerit. Ndërkohë, pjesa që po themi e prodhimit, sigurisht i vjen ndihmë në mënyrë direkte fermerit, pra personit konkret. Është subvencioni drejt për drejt. Po. Ndihmë direkte. Dua ta shtrij pak bisedën në kontekstin tjetër në prodhimtari. Në disa fusha, por qëndrojmë sigurisht te bujqësia, tek agroturizmi, eksportet dhe importet. Çështja e tillë si ka ndryshuar së paku së fundmi dhe ndoshta me të tilla situata do rikemi një rikthim të syve edhe më fuqishëm në bazë. Në rast se ti incentivon nxit produktin blektoral vendas, kuptohet që edhe importet do të ulen. Është, domethënë, një ekuacion shumë i thjeshtë. Rrit prodhimin vendas, ai nuk do të derdhet nëpër kanale. Është cilësor, do orientohet. Dhe menjëherë do ta tërheqin sepse kanë faturën, kanë incentivën që sapo folëm. Kështu që unë gjykoj që importet e prodhimeve bujqësore do të ulen. Nga ana tjetër ne kemi parë në këto 2-3 vitet e fundit një rritje të eksportit të produkteve bujqësore. Kështu që edhe kjo është nxitje. Nuk po them se ne do jemi eksportues neto të qumshit, se ne kemi nevojë. Ne kemi miliona turistë që po na vinë në vit dhe që duhet i mbajmë. Në atë ata do konsumojnë qumshin sepse e kanë nevojë, janë produkte blektorale, djathtin, gjalpin. Në këtë kuptim, kjo mas ne e kishim pritur si ekonomist, si atë ujin arabi në shkretir për 5 vite rresht. Por mendimin tim është bërë harakiri, nuk kanë si përgjegjësia se kujt domethënë aventuroi atëre në 2018 që në 1 janar 2019 se hoqi TVSH në bujqësi. TVSH-ja në bujqësi është bazë, është lev Arkimedi që ne të zhvillojmë prodhimin tonë bujqësor. Çojoli, si e shihni bujqësinë sot? Tani po marr një mendim të përgjithshëm si njohës i mirë i ekonomisë, sigurisht shifrave, deklaratave që bëhen, qoftë edhe si qytetar në fund të ditës, në kuadër edhe të procesit të rrugës së integrimit në Bashkimin Evropian. Kërkohen shumë element, kërkohen shumë progrese, reforma, arritje, standarde, ju i dini që BE-ja i ka strikte. Pa standarde, bujqësinë të harrojmë. I ka strikte kërkesat e veta. Me parmend. Sa të mundur e kemi që ne të bashkohemi Bashkimin Evropian, me që jemi te sektori bujqësisë, në standardin që kërkohet? Është ndër sfidat më të mëdha. Megjithatë, disa elementë të parë janë inkurajues, Ermal. Pra është një rrugë e gjatë. Nuk po themi që brenda këtij viti 2026 ndolli çudia, leva Arkimedit, Eureka, edhe të gjitha produktet tona bujqësore do kenë standardet e duhura. As që diskutohet jo. Është një rrugë shumë e gjatë.
ai që ka marrë standardet e BE-s për të hyrë në tregun evropian, që është shumë kërkues, sepse duhet kesh gjurmëshmërinë. Pra, ai qumshi duhet parë që tek tagjia që ti i jep kafshës. Edhe tagjin duhet ta kesh të certifikuar. Sigurisht. Pra, që këtu fillon nisja e standardit. Dhe po si pate këto, të kthehen mbrapsht, siç na janë kthyer domatet, siç na janë kthyer kastravecat e me radhë, kur nuk i kemi patur të standardit të kërkuar. Në këtë kuptim, është një rrugë shumë e gjatë, ka shumë kosto, po është vetmja rrugë. Në qoftë se do duam që të integrohemi me tregun e përbashkët, nuk ka rrugë të dytë. Ndryshe, produktet tona do na ngelen këtu, do vinë produktet më të lira, sepse do jetë treg i hapur. Është normale, përse do kërkohet nga vendet të antarët të Bashkimit Evropian, ato janë tregje më të mëdha. Çfarë do bëjmë ne? Ne mund të konkurrojmë vetëm me 3 gjëra, karakteristika shumë të mira që i kemi, dhe që duhet i nxjerrim ku? Ke standardi, tek etiketa, tek ambalazhimi. E para, kemi produkte me një tokë ende pjellore, të pa konsumuar shumë nga ato plerat kimike. Dhe këtë nuk i kemi bio, kot themi domethënë që kemi bio. Bio është 100% natyrore. Tani të lutem shumë. Por ama i kemi natyrore. Jo 100%. Ende i kemi të tilla. Aty duhet të synojmë ne që ta shesim për tregun e Bashkimit Evropian, që është shumë kërkues. Çfarë tjetër kemi neve? Ne kemi produkte autoktone, kemi një djathë që nuk na e ka kush, kaq të mirë, verën, produktet e tjera të bulmetit. Të gjitha këto le t'i bëjmë, njifet djathi i Sharës, për shembull. Pse të mos njifet dhe djathi i Leskovikut, apo djathi i Përmetit? Prodhime vendase. Prodhimi vendas me diçka të veçantë, që ka cilësitë e veçanta, erën, shijen e me radhë. Këto gjëra ne duhet t'i, si thua, t'ja u bëjmë të ditur. Këtu është marketingu. Vesha kopilesha, thot populli. Çfarë do të thotë? Do me thënë, ajo ambalazh të tregoj pikërisht vlerat e vërteta të produktit tonë bujqësor. E kemi ndërkohë nga vetë prodhuesit këtë sensibilizim, këtë ndërgjegjësim? Jo në masën e duhur, sepse për momentin ata shikojnë, është koste madhe. Vërtet, të marrësh një standard ISO sot, ose janë disa standardet ndërlikuar vetëm për produktet bujqësore, të kushton sot. Mund të kushtojë edhe 20.000 euro. Ama 20.000 euro që argjon sot, do të përkthehet në 200.000 euro brenda 2-3 vitesh. Se po e pate atë standard ta përlan italianit, ta përlan greku. Kështu që duhet guxuar një çik më shumë. Këtu shteti duhet të hyjë. Pra, guxove ti, Ermal, guxove ti tjetër, unë të jap 50% për guximin tënd të parë. Pastaj u futet ti, nuk të jap më, se e mësove notin. Fatosi që nuk guxoi letri aty. Letria aty ti kalpen në produktet, ka rrugë tjetër. Kjo është përzgjedhja, sepse ndryshe nuk mund të jemi të gjithë, edhe të nënës, edhe të njerëkës, edhe të agajit, e të qehajajit. Jo, e mbetja mundësi për bujqësim tonë është të arrijë standardet, i ka, po duhet t'ja njofi Evropi. Dhe Evropi t'ja njofi, duhet të paguash diçka, duhet ta nisësh, dhe shteti aty duhet ta ndihmojë, atë që rrezikon. Ermani që dëshiron, thot po, 10.000 euro do i hedhun, në ndihmoti me 10 tjetër. Kjo është pika kryesore, në fakt që të kemi rezultati konkret. Pra, unë do të fus, do të ndihmoj, do t'jap dorën, e mësove notin, vazhdo vetë. Qartë. Po shfrytëzoj kohën si gjithmonë, e di që ka mirë kuptimin tuaj edhe për aspektet e tjera ekonomike shumë të rëndësishme. Çka ka qenë lajm gjatë kësaj jave, fundjava gjithashtu? Tirana te kalon dhe Milano, ndër 6 qytetet më të shtrenjta në Europë sipas fuqisë blerëse. Tani ky për hirës së vërtetës për mua ka qenë një lajm shokues. Jo se nuk e dim se ne këtu jetojmë, por që të arrijemi numër 6 në Europë, është shqetësuese. Po, sigurisht. Pra, nuk është se metri katror në qendër Tiranës është i barazuar me metrin katror në, ç'të them, Piazza Duomo apo në vendet e tjera të njohura në mbar botën, sepse turizmi italian është ndër më të njohurit në botë. Por, në rast se në Milano është 4.000 metra katror, dhe paga mesatare është 2 fiqe ose 1,5 sa paga jonë mesatare këtu, paktën në shtet, po, ja kemi kaluar Milanës. Sepse për një të ardhur X këtu në raport me të ardhurat, jemi më shtrenjtë se ata. Jemi më shtrenjtë se ata. Ne mund ta kemi 2.400 euro mesatare sot në Vlorë. Apo edhe në qendër Tiranës, sepse nuk është gjithë Tirana mbi 2.000 euro.
Nastir për shumë nuk e ke aq. Ka shkuar mbi 1200, por ama Ka nuk e ke përcyer, aq. në fakt. Po, Por sigurisht jona. pra, mesatare, flasim gjithje për një mesatare, është në Tiranë diku aty ke 2000 euro. Po. Mesatarja e qendrës së Milanos është 4000 euro. E një apartamenti atje. Të kushton 2 fishin po të blesh apartamentin në Tiranë. Por ama, të ardhurat që të duen dhe që ai treguesi e mat Numbeo quhet, domethënë është një strukturë vërtet profesionale Ermal, thotë, bën një, si thua, një lidhje të tillë. E keti të ardhurat mesatare 1000 euro, sa vite të duhen për të blerë një apartament? Edhe Tirana kishte shkuar diku aty ke 18 vite. Kishte shtuar me 3 vjet. Për shkak të rritjes së çmimit. Se të ardhurat nuk janë rritur sa janë rritur çmimet. Absolutisht. Kështu që 18 vite zbriti Milano, shkoi 17.8. Kjo është arsye pse kemi kaluar Milanos. Po jo se 1 metër katror në qendër të Tiranës kushton sa 1 metër katror në qendër të Milanos. Jo. Është 2 fishi gati, 1.8 herë në qendrën e Milanos. Ama me të ardhurat po, jemi ne më të shtrenjtë se Milano tani që flasim. Shqetësimi ekziston. Ashtu është. Në raport edhe me shpjegimin që mund t'i bëjmë qytetarëve, ne morëm rastin konkret të pronave, sigurisht të metri katror, dhe kjo është më se e kuptueshme, por nëse ndalemi për shembull tek çmimet, siç është e fundit diskutimit, edhe tek çmimet shohim një diferencë të tillë. Nuk e di nëse mund të bësh të njëjtën lidhje. Aty më qëndro. Është shumë e rëndësishme. Aty po ja hapim petët kutinë e Pandorës. Çfarë është? Abuzimi i jashtëzakonshëm me pozitën kartel, me pozitën oligopol të tregjeve tona kryesore normal. Tregun e mallrave ushqimore, me shumicë dhe pakicë. Është tregu më i rëndësishëm se njerëzit do hanë atë parë që të jetojnë. Është mbi 3 miliardë euro tani që flasim. Një pjesë e mirë është ende për fat të keq import. Atëherë ky treg çmimi i qumshit për shembull, meqense folëm edhe për të vëshën në blegtori, që shqyqyzotit nga 1 janari do të futet me 10%. Pse duhet të jetë 60% më i lartë se në Kosovë? Neve fuqinë blerëse kemi aty. Neve strukturat ekonomike janë pothuajse të ngjashme, të krahasueshme. Sepse atje nuk është pozita monopol apo oligopol. Kjo është arsyeja. Pra, është një marrëveshje e fshehtë që për shembull këtyre ditëve ishte çfarë, një shqetësim publik që u bë, edhe një kërkesë mu duk më shumë e drejtë e autoritetit të konkurrencës të vendit tonë, që mbahet nga taksat tona. Çfarë thaj? Më bëj spakun e tregut ushqimor. Më lër që realisht është domosdoshëm shumë. Po, të lutem, unë jam Mersi domosdoshëm. Nuk kam qenë as në ëndrat më të frymëzuara, po le të themi bosi apo CEO-ja e një kompanie të naftës apo të tregut ushqimor. Dhe ti je gjithashtu një kolegu im. Dhe unë në celular të them, o Ermal, po, ta bëjmë qik tash e kemi atë të mishit apo të qumshit në 150 lekë të reja, ta bëjmë 160, se sot njeri që se neve e shesim, vetëm neve jemi. Edhe Ermali, në rrasë e bje dakord, është sistem moment kartel. Dhe këtë, ku mund ta gjurmoj autoriteti joni konkurrencës? Tek letrat, janë bërmjeshtër ata për të dubluar letrat. 6 muaj letri, me ekspertët më të mirë të shkoj, nuk e provon dot. Po të filloj të përgjoj telefonatat, 15 milion euro një punojës i thjesht i Guardia di Finanzas i fqinjes son Italis, vetëm nga një batut në telefon, sepse kishte të drejt Guardia e Finanzas italiane që kur kishte, do më të indicje të arsyshme që unë ato, pra dyshime të arsyshme, të merë të leje nga prokuroria për një hetim të nisur, të përgjonte njerëzit që do të ishin gjatë e periudhe në hetim, në përgjim. I mori të përgjime dhe i paraqiti pastaj si provë. Në asnjë dokument nuk i kishte. Këtë telefonat, sepse telefoni është mjet punë, është zyrë, edhe për sillet. Zyra e vërtetë e jona nuk është të rim në një tavolinë tani, është të komunikojmë me telefonin inteligjent. Këto janë gjërat që mund na e ulin atë qumshin që sot e kemi 60% më shumë, apo elektroshtëpiaket. Kemi 10 vjet që jemi më të shtrenjtët e Ballkanit perëndimor. E pse? Për të bërë miliarder njërin apo tjetrin? Jo. Pra, po si mund të ndryshoj situata? Atëherë, në momentin kur autoriteti i konkurrencës e provon, e dokumenton me këto përgjime që duhet të jetë autoriteti i autorizuar me ligj, duhet ndryshuar ligji. Të bëhet një spak edhe aty. E kemi nevojë spakun për gjithçka, jo vetëm për krimin organizuar, jo vetëm për korrupsionin. Spaku na duhet në çdo abuzim të përbindshëm
do të thoja unë i dashur Ermal, sidomos në me gjitha tregjet, sektoret. sepse aty janë me 10 miliona euro në kurisë tonë, që i paguajmë ne me çmime më të rritura abuzivisht, jo mbi balancën e drejtë të kërkesës dhe ofertës, abuzivisht. Kemi me viti që po e vuajmë këtë. Prandaj të kërkojnë ndjesë, ndoshta edhe për tonin, se si në fakt është edhe e kuptueshme, ke shumë të është drejtë. kutia e Pandorës. Aty hapet kutia e Pandorës. Aty duket. Pse ti kemi ne elektroshtëpiake, duke filluar nga televizioni, nga frigoriferi, nga lavatriçja, 15% më të larta se sa në Kosovë, se sa në Maqedoninë e Veriut. Tregu pak a shumë i ngjashëm është. Madje jemi çik më shumë, jemi 2.4 milion banor krahasim me Kosovën, më shumë apo me Maqedoninë. Duhet i kishim ndoshta pak më të ulta se ata. I kemi 15% më të larta. Pikërisht për këtë gjendje kartel, këtë gjendje të marrëveshjes së fshehtë, nuk duhet ta tolerojmë më. Dhe mungesa e tolerancës është fillon me spaket e vegjël, etusit tanë që i paguajmë ne, jepja të drejtën të marrin leje, siç e ka lejen e spaku për çdo gjë që jeton. Të kemi disa mini spaqe te këto. Aty është krimi ekonomik. Qartë. Pra, të dashur miq, për gjithë ju që po na ndiqni në këtë çast për ta kuptuar më së miri situatën, e gjithë problematika dhe e gjithë të peshqeshjen e madhe kemi tek ata që votojnë vetë, nga deputetët që mund të miratojnë ndryshimet e ligjit, e gjithçka procedurë e gjitha sigurisht se Çoçoli e shpjegoi, që të arrijmë pastaj të bëjmë ndryshimet e nevojshme. Faleminderit shumë kënaqësi të kishim. Faleminderit për ftesën. Mirë, ne patëm mundësi që diskutonim gjatë ditës së sotme për shumë tema të rëndësishme diskutimi, duke nisur që nga aktualiteti vrasjet politika në vend, por edhe çka është më e rëndësishme, ju e dini tani më, aspekti ekonomik për të qëndruar pranë jush. Sigurisht miku ynë në studio Sfatos Çoçoli me gjithmonë për të bërë shpjegimet e nevojshme sa i takon qytetarëve. Unë falenderoj shumë për vëmendjen, bashkë do të shihemi nesër, dhe nesër qëndroni mirë.